Fatos Nano, kryetari i Partisë Socialiste dhe deputet i Kuvendit, u arrestua më 30 korrik të vitit 1993, i akuzuar për vjedhjen e ndihmave të qeverisë italiane, i konsideruar nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha si një kundërshtar politik i rëndësishëm. Fatos Nano vihet në shinjestër menjëherë pas marrjes së pushtetit nga Partia Demokratike në mars të vitit 1992. Fillimisht Sali Berisha tentoi ta izolonte Fatos Nanon si kryetar të partisë më të madhe opozitare, duke i ndërsyer policinë dhe shërbimi sekret, në këtë kohë me emërtimin Shërbimi Informativ Kombëtar. Kështu Nano si bllokojnë të drejtën e fjalës në kuvend, pjesëmarrjen në delegacione parlamentare, mëtej nisën t'i prishnin mitingjet, ndërsa në fillim të vitit 1993 nisi zbatimi i skenarit për ta futur në burg. Më 14 prill të vitit 1993, grupi parlamentar i Partisë Demokratike thret për interpelancë Blerim Çelën, me detyrë kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, për të dhënë sqarime mbi një çështje të publikuar në media që fliste për veprime abuzime dhe spekullime nga ana e shoqërive Levante Co dhe Iliria Holding, lidhur me sjelljen e ndihmave të qeverisë italiane për Shqipërinë. 2 javë më pas, më 27 prill 1993, Blerim Çela paraqitet në parlament me një raport që akuzonte Fatos Nanon për favorizime ndaj firmës Iliria Holding të Hajdin Sejdis. Sipas akuzave të Blerim Çelës, ish presidenti Ramiz Alia dhe ish kryeministri Fatos Nano, jashtë funksioneve të tyre dhe duke shkelur ligjet e kompetencat e organizmave të ngarkuara për tregtinë e jashtme, caktuan dhe diktuan firmën e Sejdis për të blerë mallrat, duke pranuar me dashje çmime mbi ato të tregut të diktuara nga firma shitse, si mënyrë për të krijuar fitime spekulative. Fatos Nano deklaroi në kuvend se pseudoakuzat dhe shpifjet e paraqitura në materialin e Blerim Çelës nuk ishin një gjë tjetër vetëm se një montazh i inskenuar politiko-elektoral me synime të mbrapshta dhe të ulta për të likuiduar dhe kufizuar lirinë politike, madje edhe fizike të Partisë Socialiste, kryetarit të saj dhe opozitës. Pas Blerim Çelës, në lojë futet kryeprokurori i kohës Alush Dragoshi, i cili më 26 korrik të vitit 1993 i kërkon kuvendit që t'i heqë imunitetin deputetit Fatos Nano me argumentin se mbi bazën e materialit kallëzues të dërguar nga shërbimi i kontrollit të shtetit, prokuroria kishte filluar çështjen penale për krimin e shpërdorimit të detyrës. Sipas Dragoshit, nga hetimet e kryera, rezultonte se nga lëvrimi i ndihmave të dhëna për vendin ton nga qeveria italiane, për periudhën kur Fatos Nano ka qenë në detyrën e kryeministrit, është shkaktuar një dëm i rëndësishëm ekonomik në shumën 8.4 miliard lek. Akuzat direkte për Nanon ishin shpërdorim detyre dhe falsifikim i dokumenteve zyrtare. Po atë ditë, pra në 26 korrik 1993, kuvendi i kontrolluar nga Sali Berisha mblidhet për të diskutuar për kërkesën e kryeprokurorit Alush Dragoshi për të hequr imunitetin e Fatos Nanos. Deputeti Arben Imami kërkon kohë, pasi komisioni i mandateve sapo ishte njohur me materialin, kështu që kuvendi u mblodh sërish të nesërmen, në datën 27 korrik 1993. Deputetët socialist reaguan fort kundër këtyre veprimeve, që i konsideruan si inskenime të organizuara nga një klan revanshist partijako-qeveritar i Partisë Demokratike, po sipas deputetëve socialist, makinacioni politik duke i qartë edhe në veprimtarinë e ngutshme të komisionit, pa i dhënë as pak kohë atij që të procedojë sipas rregullores së kuvendit. Mëtej, ata e akuzuan presidentin Sali Berisha si dirigjues të shkatërimit të shtetit të së drejtës dhe demokracisë. Më 27 korrik 1993, shumica e deputetëve të kuvendit të kontrolluar nga Partia Demokratike e votuan heqjen e imunitetit të Fatos Nanos, duke i hapur rrugë arrestimit. Fatos Nano arrestohet më 30 korrik 1993, vetëm 3 ditë pas vendimit të parlamentit për t'i hequr imunitetin. 2 ditë më pas, grupi parlamentar socialist, duke e konsideruar burgosje politike, nisi në nënshkrimin e një peticioni në të gjithë vendin për lirimin e Nanos. Peticioni u dërgua edhe përfaqësive diplomatike në Shqipëri. Më 3 prill 1994, Fatos Nano u dënua me 12 vite burg. Gjykata e apelit nuk e preku vendimin, por uli dënimin me vetëm 12 muaj. Një vit më pas, Fatos Nano bëri një përpjekje të dështuar duke kërkuar lirim të parakohshëm në gjykatën e kasacionit, por kërkesa e tij u rrëzua. Kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano
la qelin e burgut vetëm në vitin 1997, pas një amnistie. Vite më vonë, kur socialistët ishin ende në pushtet, Fatosnano u kujdes të rrëzonte vendimin si të palishëm dhe politik, dhe marrpafajësi si dhe dëmshpërblim për vitet e burgut.